në këtë formë po mundohen të pastrohen nga të këqijat që mund të ndodhin. Në fakt, ky rit është pjesë e një shfaqjeje ku aktorët po transmetojnë atë se si e përjetuan femrat luftën në ish Jugosllavi. Këto emocione u përcallën nëpërmjet veprës Kalimi i kufirit, që është prodhim i teatrit Dah nga Beogradi, që u luajt të martën brëma në teatrin Oda në Prishtinë. Kjo performancë është e bazuar në atë se si e përjetuan femrat luftën, ato nga Kosova, Bosnia e Serbia. Shfaqja flet për tragjedinë që këto femra kaluan dhe po ashtu për kurajën dhe guximin që ato patën, duke u dalur ballë situatave. Njëra nga aktorët e shfaqjes kishte performuar edhe më herët në Prishtinë, por atmosfera pas luftës asaj po i pëlqen më shumë. Në vitin 1995, kur performuan këtu në Prishtinë, ne patëm vetëm spektator serb, por herën e fundit para 6 viteve, kur ardhëm këtu në festivalin e Skena Apit, dhe tani sonte është një atmosferë krejt ndryshe. Ne po mundohemi të takojmë kolegët tanë nga Kosova. Kjo shfaqje ishte pjesë e edicionit të parë të festivalit Femme Fatale, i cili për 3 ditë në Prishtinë do shfaq vepra të artisteve femra.